Komiteti Shqiptar i Helsinkit evidenton në raportin vjetor për 2012 një sër problematikash, respektimin e të drejtave të njeriu në vend, shqetësimi kryesor renditet numri i lartë i vrasjeve dhe krimet me rrezikshmëri të lartë shoqërore. Sipas studimit të IDN-s për situatën e krimit të vrasjes në Ballkanin Perëndimor, Shqipëria zë vendin e parë për vitin 2011 me shifrën 4 vrasje në 100.000 banor. Prandaj ne i bëjmë thirrje shtetit jo vetëm të garantojë më mirë të drejtën e jetës për shtetasit, por edhe të ndërmarrë studime në këtë drejtim për të gjetur shkaqet dhe rrethanat që sjellin këto pasoja. Komiteti thekson se është ulur besimi i qytetarëve tek drejtësia. Reporterët ndoqën nga afër disa procese gjyqësore me ndjeshmëri të lartë, si çështja 21 janarit apo Kordeci dhe vërejtën shtyrie parë sy seancash. Një vend të veçantë Komiteti i Helsinkit ja kushton grevës së urisë së ish të përndjekurve, ndërsa thekson se gjykata me vendime për shpërndarjen e saj cënoi lirinë e manifestimit. Problematik tjetër mbeten çështja e pazgjidhur e pronave dhe mosdhënia e shpërblimit për të përmbyturin në Shkodër 2 vite më parë.